Këshilli i Lartë Gjyqësor njofton se pas tragjedisë për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në ambientin e gjykatës së apelit në Tiranë do të ndërmerren masa konkrete për garantimin e sigurisë në gjykata dhe mbrojtjen e personelit gjyqësor. Plani parashikon fillimisht analizimin e të dhënave të mbledhura nga gjykata gjatë periudhës 2023-2025 në lidhje me menaxhimin dhe administrimin e sigurisë. Më tetë vlerësohet gjendja aktuale e pajisjeve të sigurisë duke përfshirë detektorët e metaleve, skanerët, kamerat dhe mjetet e tjera me qëllim standardizimin e procedurave dhe trajtimin e personelit në menaxhimin e situatave të rrezikshme. Një tjetër nismë përfshin ngritjen e një grupi pune ndërinstitucional për adresimin e nevojave ligjore që garantojnë sigurinë fizike të gjyqtarëve, stafit mbështetës dhe qytetarëve që frekuentojnë ambientet gjyqësore. Plani parashikon gjithashtu ndërtimin e 8 godinave të reja të gjykatave të shkallës së parë dhe të ndërtesave për gjykatën e apelit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Për më tepër, KLG-ja do të bashkëpunojë me AKEB dhe AMA për ndalimin e gjuhës së papërshtatshme dhe sulmeve ndaj gjyqtarëve në rrjetet sociale. Në nder të gjyqtarit të vrarë Astrid Kalaja është nisur procedura për emërtimin e sallës së amfiteatrit në godinën Poli Drejtësisë me emrin e tij, po ashtu është dërguar propozimi pranë institucioneve për dhënien e titullit dëshmoria dheut. KLG-ja thekson se këto masa synojnë të rrisin besimin e qytetarëve të sistemit gjyqësor dhe të forcojnë mbrojtjen e tyre që shërbejnë në drejtësi duke shmangur tragjedit të ngjashme në të ardhmen.